momenti që mund të ketë ardhur një fëmijë dhe nuk ka arritur ta bëjë në fillimet e tij për arsye të ndryshme ose shëndetësore ose fizike, sa mund të ketë qenë kohë zgjatja që ai të arrijë të këtë përqendrim ose ekuilibër që ju kërkoni në stërvitjen tuaj? Shiko, ato janë gjëra që janë pak individuale, sepse çdo fëmijë është i ndryshëm dhe aftësitë e fëmijëve janë të ndryshme. Kështu që nuk është se është diçka e prerë. Për shembull që unë mund të them që një fëmijë mund ta bëj kapërdimin para ose mund të arrijë të bëj vertikalen për X kohë. Unë mund ta përllogaris për afërsisht, sepse për shembull mund ta bëj dhe më shpejt se sa unë mund të kem parashikuar. Aty pastaj hyn edhe ajo dëshira në mes për ta arritur, ajo kapërcimi i limitave personale. Kështu që kalitja është gjë më e bukur. Praktika dhe edhe praktika e vazhdueshme i ndihmon këta fëmijë që të kapërcejnë limitet personale.